Në mbledhjen e Asamblesë së Partisë Socialiste të zhvilluar në njësinë numër 12 të Tiranës, kryeministri Edi Rama u ndal tek prioritetet kryesore të qeverisë me fokus të veçantë procesin e integrimit evropian dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Rama theksoi se Shqipëria ndodhet në një moment të rëndësishëm në raport me Bashkimin Evropian, duke nënvizuar se aktualisht ekziston një mbështetje e gjerë nga vendet anëtare për anëtarësimin e vendit. Janë krijuar kushtet që ne ta shohim derën e Europës afër dhe të hapur plotësisht. Ne duhet bëjmë deri në fund atë që kemi në dorë. Ne na duhet të bëjmë maksimumin që dera e hapur të mos të mbyllet vetëm pasi ne të kemi brenda. Por ajo që është ndryshe sot është që të gjitha vendet ka dy thonë duam ta marrim Shqipërinë në BE. Kryeministri e lidhi curim pozitive të këtij procesi me zhvillimin ekonomik të vendit, duke theksuar se rritja ekonomike ka krijuar mundësi për përmirësimin e kushteve të jetesës. Ai përmendi rritjen e pagave në sektor të ndryshëm si arsim, shëndetësi, forcat e sigurisë dhe administrata, si dhe masa të tjera, si bonus dhe shtesat mbi bazën e vjetërsisë në punë. Sa do të rritet ekonomia nuk është asnjëherë mjaft dhe njerëzit gjithmonë synojnë për më shumë. Por ama fakti është që pagat i kemi rritur në mënyrë sistematike dhe tani kemi filluar të paguajmë edhe vjetërsinë në punë. Pra, sot që flasim, mësuesit paguajnë për vjetërsinë në punë, mjekët dhe infermierët paguajnë për vjetërsinë në punë, përveç pagës rritur. Ushtarakët paguajnë për vjetërsinë në punë, punonjësit e policisë po ashtu. Në fjalën e tij Rama theksoi gjithashtu se këto arritje nuk do të ishin të mundura pa stabilitet ekonomik dhe luftën ndaj korrupsionit, duke argumentuar se rritja e ekonomisë dhe të ardhurave publike është treguesi i përmirësimit të menaxhimit financiar. Se po të ishte rrit korrupsioni nuk rritej ekonomia, po të ishte rrit korrupsioni nuk rriteshin pagat dhe pensionet, se nuk do ishin rritur të ardhurat në arkën e shtetit ashtu siç janë rritur. Po të ishte rrit korrupsioni, nuk do rritej numri i përfituesve nga garat publike, të fondeve publike e të tjera të tjera. Në përfundim, kryeministri u ndal edhe tek angazhimi politik për muajt në vijim, duke paralajmëruar intensifikimin e punës në terren dhe përgatitjet për zgjedhjet e ardhshme vendore. Ai theksoi se strukturat e Partisë Socialiste do të angazhohen maksimalisht për të siguruar një rezultat pozitiv, duke lidhur këtë me vazhdimsinë e reformës dhe objektivave strategjike të vendit.